Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me sipërmarrësit dhe ekspertët ndërkombëtar organizuar nën kujdesin e Delphi Forum për të diskutuar mbi hapësirat për zhvillim që ofron Shqipëria. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë u shpreh se realiteti tashmë ka ndryshuar dhe Shqipëria nuk shihet më si një cep i largët dhe ku reformat janë praktike, jo vetëm premtime. Shqipëria ka një rritje që nuk vjen prej sloganeve, por prej reformave. Ne kemi krijuar një prej regjimeve të taksave më të mira për të me 0% taks fitimi për bizneset e vogla deri në vitin 2029. Dhe ky është një mesazh i qartë për shumë sipërmarrës që të rrisin dhe të mundësojnë punët. Shteti është partneri juaj dhe jo barra juaj. Pra, revolucioni digital ka ndryshuar mënyrën se si qeverisim dhe mënyrën se si po operon biznesi dhe shumë shpejt ne do të hedhim një asistencë më të mirë digjitale në platformën tonë digjitale, pra nuk do të jetë me FaceTiming, duke pyetur dhe duke marrë ato që ti ke nevojë. Pra nuk ke nevojë më për dyert të mbyllura, për dokumente të ngarkohen, pra ka nevojë vetëm për një kërkesë dhe për një përgjigje. Pra do të ketë më shumë transparencë për bizneset, më pak mundësi për rrëshfete dhe më shumë mundësi për një produktivitet të vërtet. Ky është shteti që ne po ndërtojmë, që është i thjeshtë dhe i efektshëm. Europa 2030 nuk është shpresë për ne, por është destinacion dhe busulla jonë është e qartë drejt bashkimit evropian. Negociatat janë të hapura, kapitujt po ecën përpara dhe objektivi ynë është realist dhe i arritshëm. Patjetër, me një kusht që Evropa të mbaj premtimin dhe që së bashku ne ti përmbaheni kalendarit për të cilin jemi marrë vesh bashkërisht. Kryeministri Rama deklaroi se Europa duhet të mbajë premtimin për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar se vendi po vijon me reforma dhe ka hapur shumë grup kapituj negociatash. Duke theksuar stabilitetin, zhvillimin dhe projektet strategjike si porti i ri i Durrësit, Rama tha se anëtarësimi në Bashkimin Evropian deri në 2030 është i arritshëm dhe se Shqipëria po ndërton standarde europiane brenda vendit.